تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، e gjithë lavdia e takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me shpjegimin e librit Usulul Iman, bazat e imanit, të autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, i cili ka lindur në vitin 1115 dhe ka vdekur në vitin 1206 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, në falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi në temat e fundit të librit që janë në përgjithësi nxitje për kërkimin e diturisë dhe sqarim për diturinë e vërtet, dietarët e vërtet dhe nxitje për përmirësimin e niyetit në kërkimin e kësaj diturie. Në temën ku kemi arritur, thot autori rahimahullah, babu tashdidi fi talab al-ilmi lil-mira'i wal-jidal. Domethënë temë që tregon argumente për ashpërsinë kundër atij që e mëson diturinë për polemizim dhe për grindje. Dhe ka sjell këtu hadithin nga Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, men talaba al-ilma li yujariya bihi al-ulama aw li yumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuha an-nasi ilayhi adkhalahu Allahu an-nar. Do të thënë kush e mëson diturinë që të debatoj me dietarët ose që të hyjë në radhën e dietarëve, edhe tregohet aty në mesin e dietarëve sikur ka dituri, ose që të polemizoj dhe të fuz dyshime te ignorantët, ose që t'i kthej fytyrat e njerëzve drejt tij. Do të thënë kush e mëson diturinë për këto qëllime, atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu an-nar. Edhe do të thënë Allahu atë njeri e fut në zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj. Edhe ka thënë autori rahimahullah, rawahu Tirmidhi, do të thënë këtë hadith e ka transmetuar Tirmidhiu. Do të thënë këtë nga Ka'b ibn Malik e ka transmetuar Tirmidhiu dhe është i transmetuar edhe në shumë libra të tjerë të hadithit, dhe prandaj Sheikhul Albani ka thënë se është hadith sahih li ghayrihi. Do të thënë në këtë hadith shihet qartë orientimi i fuqishëm për pastrimin e niyetit në kërkimin e diturisë. Dituria, kemi përmendur më herët se është një prej adhurimeve më madhështore me të cilat adhurohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe dituria është një vlerë shumë e madhe dhe pozitë e lartë, do të thënë njeriu që arrin diturinë ka arritur pozitë të lartë dhe është i përzgjedhur dhe është i dashur te Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi d-din. Do thënë kë e do Allahu për të mirë, kujt ja do të mirën dhe kë e do prej robërve të tij, atij ja mundson
që ta kuptoj fenë. Prandaj, nëse Allahu ta ka mundësuar kuptimin e fesë dhe mësimin e diturisë, domethënë kjo është një vlerë shumë e madhe. Dhe nëse këtë vlerë e bën njeriu për një jetë tjetër, jo për arritjen e kënaqësisë së Allahut, domethënë e ka shkatruar me të vërtetë vetveten edhe e ka humbur këtë mirësi të madhe. Nëse ai njeri fillon, do thotë, nuk e ka niyetin ashtu si është e saktë, domethënë që ta mësoj diturinë, që ta largoj ignorancën nga vetvetja dhe gjithashtu ta largoj ignorancën nga të tjerët. Domethënë ta mësoj diturinë që të di si ta adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Ky është qëllimi i mësimit të diturisë. Njeriu ta kuptoj, ta di me argument si duhet besoj në Allahun edhe atë që ka urdhëruar dhe si duhet ta bëj adhurimin dhe si duhet t'i bëj ibadetet, domethënë ndaj Allahut të lartësuar. Nëse nuk e ka këtë nijet, atëherë çdo nijet tjetër, domethënë është nijet i prishur. Dhe këtu ka përmendur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam disa shembuj që janë, do thotë, prej këtyre nijeteve që nuk janë për Allahun subhanahu wa taala. Domethënë kur njeriu mëson dituri, ka thënë li yujari bihi al-ulama. Domethënë që të hyj, pra mëson dituri që të duket sigurisht në grupin e dietarëve. Domethënë që të mund të polemizoj me dietarët, të tregoj se ka dituri, bën pyetje të padobishme, atyre që kanë dituri bën pyetje të padobishme, pyetje me të cilat ka qëllim ta shfaq diturinë e tij, ose pyetje që ka qëllim ta ngatroj atë të pyeturin. Edhe, domethënë kështu që liuxharia, domethënë që të hec, të duket sigurisht bashkë me dietarët. Edhe kemi thënë më herët, kemi përmendur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit e parë me të cilët fillohet zjarri i xhehenemit. I pari prej tyre është përmendur dietari që e ka mësuar diturinë dhe kjo ka qenë që të thuhet dietar. Pra i thot Allahu, e kem thuhet dietar dhe është thënë. Edhe atëherë nuk mbetet asnjë shpërblim tek Allahu, po mbetet vetëm dënimi i xhehenemit. Ose ka thënë li yumariya bihi sufaha, që ti fuz dyshime me ndjelehtëve. Këtu është përmendur fjala sefi, është për qëllim ai i cili nuk ka për fe. Domethënë kur njerëzit, domethënë njerëz të thjeshtë që nuk kanë mësuar dituri të fesë, kanë ndonjë bindje, nëse është ajo e saktë në veçanti, domethënë u vin njerëz të tillë, u vin xhamatit selefi për shembull, edhe vetëm hedh dyshime. Thotë ti nuk ke dituri, a di çka do thotë kjo, a di çka është kjo, a di këtë ajete kështu me radhë. Domethënë kjo është mësimi i diturisë për të polemizuar edhe për të futur dyshim. Pasi fjala mirje, gjithashtu është edhe polemike dhe dyshim. Është, domethënë, për të futur dyshim atyre që nuk kanë dituri, edhe për të treguar ai i ditur. Duhet njeriu ta kuptoj se pa marrë parasysh çfarë niveli të lartë të diturisë arrin, duhet ta kuptoj se njerëzit nuk janë në nivelin e njëjtë. Domethënë ka mundësi dikush që është në nivel më të ulët të diturisë, ka mundësi të di diçka që nuk e di ai që është nivelin më të lartë. Madje edhe për pejgambert ka thënë Allahu subhanahu wa taala, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Domethënë edhe pejgambert, pra ka disa prej tyre që i kemi vlerësuar mbi disa të tjerë. Pra pejgambert e Allahut, të dërguarit e Allahut që u ka ardhur shpallja nga Allahu subhanahu wa taala, megjithatë, disa kanë qenë më të vlefshëm se disa të tjerë. Edhe prandaj nuk duhet njeriu të ketë synim vetëm të tregohet perfekti në të gjitha aspektet, ose të tregohet, domethënë se askush nuk di më shumë se ai. Edhe kur i ka këto synime në zemër, patjetër i bën këto që janë përmendur në këtë hadith, pra kërkon dituri, mëson
nëse është se nuk di diçka, atëherë angazhohet edhe më shumë. Edhe angazhohet për tituj, që quhet master, quhet doktor, do të thënë e jep mundin që t'i fitoj këto tituj, që liuxhari bihil ulema, do të thënë që të duket sikur është në radhën e dietarëve. Edhe mëson ndonjë dituri që ta ketë veçantë, edhe t'i pyes dietarët, pastaj shfaqet, do të thënë para njerëzve se ky që ka i dituri. Do të thënë secili që e kërkon dhe e treta li yasrifa wujuhan nasi ilayhi. Do të thënë që t'i bëjë njerëzit të kthehen drejt atij. Do të thënë që të ketë famë edhe t'i drejtohen atij, ta nderojnë si në pozitë lartë dhe do të thënë këto qëllime. Pra secili që kërkon dituri jo për fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, po kërkon diturinë që të fitoj famë, që të fitoj pozitë, ose të fitoj pasuritë dunjas, ose të fitoj, do të thënë, të shtohen pasuesit, ndjekësit, ose çdo qëllim tjetër, do të thënë, në fund thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahu an-nar. Do të thënë Allahu do ta fusë në xhehenem njeriu e tillë. Sepse dituria, pra do të thënë vlera e diturisë është shumë e lartë dhe këto qëllime janë në çmim shumë i madh, do të thënë për çështjen e diturisë. Pastaj në hadithin e radhës ka përmend autori rahimahullah në temën al-jadalu sababu ad-dalal. Do të thënë polemizimi është shkak për devijim. Polemikat edhe debatet e tepruara, do të thënë janë shkak për devijim. Ka thënë an Abi Umama radhiyallahu anhu marfu'an, do të transmetohet nga Abu Umama radhiyallahu anhu, do të thënë hadith i ngritur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utu al-jadal. Do të thënë çdo herë, pra nuk ka mundësi që të devijoj një popull pas udhëzimit që e kanë pasur, përveç se kur u është dhënë atyre polemizimi, polemika. Thumma tala qawluhu ta'ala, pastaj ka lexu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ajet, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Do të thënë ata ta sollën këtë shembull vetëm për polemizim, ata janë njerëz grindavec, do të thënë vetëm që duan polemik. Thot autori rahimahullah, rawahu Ahmed wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Do thot këtu në këtë hadith tregohet se polemika është shkak, mund të kuptohet hadithi që siç kanë përmendur dietarët, do thënë ose është se polemika është shkak për devijim, ose polemika është rezultati i devijimit. Ose në realitet do të thënë përfshihen të dyja. Do të kur devijon një popull pasi e kanë pasur udhëzimin, kur fillojnë të grinden dhe të polemizojnë pa ndonjë dobi. Do thënë vetëm bëjnë polemika, edhe secili do ta mposhtë tjetrin, nga dhënjej vet, të ngrihet mbi të tjerët, kur zgjerohet kjo derë e polemikës, atëherë devijojnë ata njerëz. Do thënë, pra ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi, do thotë nuk ka devijuar në një popull pas udhëzimit që e ka pasur, përveç se kur është dhënë polemika. Do të thënë kanë filluar të polemizojnë, që do të thënë kundërshtime edhe përplasje në batil, ose për shkaqe si në hadithin paraprak, do të thënë që tregohet se cili është më i mençur dhe më i ditur se tjetri, ose për ta futur, do të thënë për ta promovuar mendimin e vet dikush, tekat e veta, për tu treguar ai se kupton më mirë kështu me radhë, atëherë hyn paraqiten akide, do thotë besime të devijuara, paraqiten do thënë veprime gjithashtu që nuk kanë bazë në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është qëllimi i ndalimit të polemikës. Kur polemika bëhet pa dobi
dhe pas synim të arritjes tek e vërteta. Përndryshe, polemika nuk është gjithmonë e qortuar. Ka polemik ose debat që është i lëvduar. Edhe ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izati al hasana, do të thonë thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe me këshilla të bukura, wajadilhum billati hiya ahsan, dhe polemizo me ta, do të thonë debato me ta në mënyrën që është më e bukura. Do të thonë polemizimi për t'ia larguar dyshimet ndikujt, për t'ia sjellë argumentet. Pra është i urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe umeti i tij, do të thonë që të debatohet me dituri, me qëllim për ta arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, me qëllim për ta përhapur të vërtetën, me këtë qëllim dhe ndas të argumenteve, me argumente nga libri i Allahut, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga shpjegimet e sahabeve, edhe nga shpjegimet e dietarëve të umetit më pas, do të thonë me këto për t'i treguar njerëzve, për t'i larguar nga devijimi, nga bidati, nga shirku, për t'i udhëzuar, do të thonë rrugën e drejtë, në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu polemika është e urdhëruar. Do të thonë si në këtë ajet, edhe gjithashtu në ajet tjetër ka thënë Allahu wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Do të thonë mos polemizoni me ahlul kitab përveç se në mënyrën që është më e bukura. Dhe cila është ajo më e bukura, më e mira? Do të thonë që qëllimi i polemikës të jetë kënaqësia e Allahut dhe ngritja e të vërtetës, dhe të jetë me argumente të qarta dhe të fuqishme, do thotë që ta sjell, do të thonë që të sjell rezultat. Atëherë, kjo është polemikë e bukur, të cilën e pëlqen Allahu dhe ka urdhëruar për ta. Pastaj ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë ajet, dhe kjo ka një shkak. Kjo fjalë ka një shkak, sepse ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me ajetin ku thot Allahu innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Do thot ju dhe ata që i adhuroni përveç Allahut jeni lënd e xhehenemit, lënd djegëse e xhehenemit, dhe të gjithë do të hyni në ta. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sigur këta të kishin qenë me të vërtet zotra, ose të adhuruar me të drejtë, perëndi të vërtet, atëherë nuk do kishin hyrë në xhehenem, edhe aty do të jenë përgjithmonë. Pra këta janë ajete, dhe ka ardhur mushrikët kanë thonë si ka mundësi që, do të thënë ata që adhurohen do të hyjnë në xhehenem. Kur është adhuruar Isai alayhi salatu wassalam, është adhuruar Uzeiri alayhi salatu wassalam, do të thënë i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe këta do të hyjnë në xhehenem. Edhe atëherë Allahu e ka shpallur këtë ajet që tregon se ata të cilëve u ka paraprir e mira nga ne, do të thonë shkrimi sa të jenë besimtarë kështu me radhë, ata që kanë qenë besimtarë dhe në rrugën e drejtë, ata janë të larguar nga xhehenemi. Edhe ka thënë Allahu ma darabuhu laka illa jadala. Do të thonë ata nuk ta sollën këtë shembull përveç se për polemizim. Do të thonë qëllimi i tyre ka qenë vetëm ta zënë ngusht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jo për të mësuar diçka. Sepse realiteti është që Isa alayhi salatu wassalam nuk i ka thirrur njerëzit për të bërë shirk. Edhe në ditën e gjykimit, Allahu do t'i thotë Isait alayhi salatu wassalam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi min dunillah? Do t'i thotë, a ti u the njerëzve, më bëni mua dhe nënën time të adhuruar krahas Allahut? Edhe Isa alayhi salatu wassalam e lartëson Allahun, edhe thotë i lartësuar je ti,
nuk kam të drejtë, unë nuk kam pasur të drejtë të them fjalë të këtilla, edhe i ka thënë, thot pranë ditën e gjykimit, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Do të thënë nuk kam thënë asgjë tjetër përveç asaj që më ke urdhëruar ti. An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Do të thënë adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Vetëm këtë fjalë e kam thënë. Edhe thot aty nëse kisha thënë diçka tjetër ti do ta kishe ditur deri në fund të fjalëve që përmenden se i thot Isai alayhi salatu wassalam, dhe do thotë pra ata janë të pastruar dhe të larguar nga xhehenemi. Ata që kanë bërë vepra të mira dhe janë të shkruar tek Allahu si besimtar, janë të larguar nga xhehenemi. Edhe kjo është e qartë. Do të thënë njeriu nuk ka nevojë shumë për shumë sqarim. Do të thënë është e qartë se pejgamberët e Allahut ose me laiket që i adhurojnë, do thotë mushrikët i adhurojnë me laiket, gjithashtu adhurojnë njerëz të mirë, cili është faji i tyre. Nuk kanë, do të thënë ata nuk kanë ndonjë faj, mirë po, ata që i kanë thirrur njerëzit që ta adhurohen, edhe këto idhujt, do të thënë që i kanë dhënë formë me duart e tyre mushrikët, edhe i kanë adhuruar, do të thotë gjithë ata do të jenë në xhehenem. Edhe ajo është për postrimin e tyre dhe shtimin e dënimit, do të thënë që ta shohin se edhe atë që e kanë adhuruar është duke u djegur në zjarrin e xhehenemit bashkë me ata. Kurse për njerëz të mirë dhe pejgamberët e Allahut, ajo nuk ka dyshim, mirë po, prandaj ka thënë Allahu, ma darabuhu laka illa jadalan. Do të thënë ata vetë ta kanë sjellë këtë shembull për polemizim. Gjëja se po thon diçka, edhe ka thënë bel hum qaumun khasimun. Do të thënë ata janë njerëz grindavec, do të thënë polemizues, nuk e duan të vërtetën. Qëllimi është i këtij hadithi se polemizimi me këto qëllime është dhe polemizimi gjithashtu pa dituri, është i qortuar dhe është, do të thënë, ndaluar me Kur'an dhe Sunet. Është siç është në hadith sahih se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë ka dalë dhe i ka gjetë sahabët duke polemizuar për kaderin, për besimin në paracaktimin e Allahut, dhe transmetuesi se kur i ka dëgju, pra i është bë fytyra sikur mi pas hedh fara të shegës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë është skuqur nga zemrimi, edhe ka thënë bi hadha umirtum, do të thënë kështu jeni urdhëruar që të flisni, të polemizoni pa dituri, ose i ka thënë li hadha khuliqtum, thënë a jeni krijuar për këtë, për polemika jeni kriju, edhe ka thënë tadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'd, do thotë a doni që të futni kundërthënie në Kur'an mes ajeteve. Pra një palë argumenton me një ajet, tjetri nuk e përfill për shembull atë ajet, sjell ajet tjetër. Kjo është prej shenjave të njerëzve të bidatit që nuk i marrin parasysh, do të thënë nuk i grumbullojnë gjitha argumentet për një çështje, por e marrin veç atë që përshtatet me epshet e tyre dhe me rrugën e tyre. Për këtë shkak, do të thënë, ka qortu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë ashpër edhe sahabët e tij, do të thënë që ta mësojnë se nuk lejohet polemizimi dhe përplasja e ajeteve me njëri tjetrin. Por, do të thënë, duhet të merret dituria e plot pra nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje edhe për kur njeriu e ka qëllim ta tregojë të vërtetën ose ta përhapë të vërtetën, atë që thamë më herët, ka gjithashtu prej dietarëve që kanë thonë, siç është Imam Maliku, kanë thonë se kur e sheh që njeriu ai tjetri, do të thënë i thirruri, do vetëm polemik, atëherë njeriu i hakut nuk duhet ta vazhdojë polemikën me ta. Edhe kanë thonë, e kanë pyetur, nëse dikush e ka sunetin, edhe a i lejohet atij të polemizoj me njeriun e bidatit. Ka thonë la,
yukhbiru bis sunna, do të thonë nuk lejohet të polemizoj, por i informon ose u tregon sunetin. Fa in qubilat minhu wa illa sakat. Nëse i pranohet, i thu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu, nëse e pranojnë, alhamdulillah. Nëse nuk e pranon, hesht, nuk ka nevojë për zgjatje të polemikave dhe debateve të kota. Por nëse është natyra e debatit e atill që shkon në drejtim të arritjes të e vërteta të njohja, atëherë vazhdon, domethënë për sqarim, por jo si thuhet debate shterpe pa dobishme. Pastaj në hadithin e radhës ka thonë autori rahimahullah transmeton nga, domethënë përmend këtë hadithin nga Aisha radhiyallahu anha se ka thonë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, inna abghadha ar-rijali ila Allahi al-aladdu al-khasim. Domethënë njeriu më i urryer tek Allahu është kokforti, polemizuesi kokfort ose polemizuesi i madh, dhe që është shumë i aftë ose i shkakt në polemik. Ky hadith muttafaqun alayhi, ndonëse që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Më thotë më i urryeri tek Allahu është ai që është me këtë cilësi që është përmendur në hadith, alad, ose që është pra fjala është ledud, që më thënë njeri që vetëm kundërshton, edhe nuk do ta pranoj fjalën e tjetrit, por vetëm këmbgul në veten me kokfortësi dhe vetëm kundërshton çka thuhet. Edhe kjo është njëra cilësi. Pra ky është njeri i urryer që e ka këtë veti, që vetëm kundërshton me kokfortësi dhe këmbgulje, dhe përveç kësaj el-khasim, që do të thonë është i aftë në polemik. Do të thonë ka oratori edhe kundërshton, ndoshta ja mbyll gojen palës tjetër, edhe nëse është në hak. Do të thonë kjo është cilësia më e urryer te Allahu subhanahu wa taala. Ky është njeri që nuk e do të vërtetën, edhe nuk e do kuptimin, por do vetëm të kundërshtoj. Prandaj prej këtyre polemikave të mira edhe të dobishme ose të bukur që përmendëm më herët, tham disa prej kushteve, pra që është të jetë polemika për hir të Allahut, për të arritur kënaqësinë e Allahut dhe për të arritur tek e vërteta, dhe të jetë gjithashtu me dituri të qartë, jo me hamendje ose me filozofi ose me ëndra e kështu me radhë, por me dituri të qartë, dhe të jetë me moral të lartë, me etikë të bukur të polemizimit ose debatit, domethënë të jetë me fjalë të mira, me fjalë që sqarojnë, jo që ofendojnë. Edhe gjithashtu prej etikave të debatit është të dëgjohet pala tjetër, edhe nëse është duke thënë batil. Domethënë me dëgju çka ka të thotë ai, që ti përgjigjesh fjalëve të tij, që gjithashtu ndjehet se është i dëgjuar në këtë muhabet, përndryshe nëse i duket dikujt se është duke fol me të shurdhër, atëherë edhe ai nuk e pranon, po ashtu, edhe nëse ja thu të vërtetën. Pra nuk lejohet njeriu ta ketë këtë cilësi që është përmendur, alad, domethënë që është këmbgulës, me kokfortësi, polemizon në secilën çështje, dhe edhe nëse është domethënë kështu i aftë në polemikë dhe e mposht tjetrin, do thotë kjo është prej cilësive të këqija. Pastaj në hadithin e radhës dhe tema tjetër që ka thënë autori rahimahullah, an-nahyu an talab al-ilmi lil-mira'i wa nahwihi, domethënë ndalimi i kërkimit diturisë për polemizim dhe të ngjashme. Këtu e ka përmendur hadithin e transmetuar nga Abu Wa'il, që transmeton nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Thot, men talab al-ilm. Pra kjo është fjalë e Abdullah ibn Mas'udit. Është fjalë, si tham më herët, që hadithin që ka transmetuar Tirmidhiu,
do thotë ka dobësi në zinxhir, mirë po është transmetuar nga shumë prej sahabeve. Kjo fjalë është transmetuar prej sahabeve, kush e kërkon diturinë për të polemizuar me dietarët edhe për t'i futur dyshim ignorantëve kështu me radhë, do të thonë kanë transmetuar shumë prej sahabeve, disa hadithe që janë mauqufe, do të thonë që janë fjalë të sahabeve, disa hadithe që janë marfua, kanë dobësi në zinxhiret e tyre, por kur mblidhen gjitha bashkë për këtë shkak Sheikh Al-Albani ka thënë se është sahih li ghayrihi. Këtu thot, do të thënë këtë hadith nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, se ai ka thënë men talaba al-ilma li 40 dakhala an-nar aw nahwa hadhihi al-kalima. Do të thënë kush e kërkon diturinë për 4 qëllime, për njërin prej këtyre 4 qëllimeve, do të hyjë në xhehenem, ose diçka me këtë kuptim, ka thënë Abdullah ibn Mas'ud. Ka thënë li yubahi bihi al-ulama, do të që të mburret para dietarëve me diturinë, au li yumari bihi as-sufaha, ose që të debatoj me ignorantët, edhe t'i fuz dyshim me ignorantëve, do të thonë. Au li yasrifa bihi wujuha an-nasi ilayhi, ose që ti drejtoj fytyrat e njerëzve drejt vetes, au li ya'khudha bihi min al-umara, ose që të marr, do të thonë prej interesave të dunjas, prej pushtetarëve. Pra mëson diturinë, këto 3 janë si u përmendën më herët, pak me fjalë më ndryshe, do të thonë li yubahi bihi diturinë, ai i cili mëson diturinë që të mburret para dietarëve. Tregohet se dhe ai ka dituri, ose një njeri që, do të thonë, mëson këtë dituri që të polemizoj me të paditurit, do të thonë ata që kanë mungesë në dituri, polemizojnë edhe fut dyshime, ose që t'i kthej fytyrat e njerëzve drejt tij, ose e ka shtuar këtë 4-ën për Abdullah ibn Mas'ud, li ya'khudha bihi min al-umara. Do të thonë që të marrë me këtë dituri, të marrë prej pushtetarëve, merr pozitë ose merr pasuri. Do të thonë ky është qëllimi i kërkimit diturisë, atëherë edhe këtu në këtë hadith është se do të hyjë në xhehenem. Edhe siç është hadithi sahih, pra si e kemi përmend, pra sillet ai që ka mësuar dituri dhe ka lexuar Kur'anin, edhe i tregohen të mirat që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe i thuhet çka ke vepruar me to, ai thot e kam mësuar diturinë dhe u kam mësuar të tjerëve për ty, dhe e kam lexuar Kur'anin për ty. Allahu i thot gënjeve, e ke mësuar diturinë që të thuhet dietar, dhe ke lexuar Kur'an që të thuhet lexues, dhe është thënë. Do të thonë ose që të thuhet, ose që të fuset dyshime dhe ta përhape batilin e vet, ose që të fitojë diçka prej të mirave të dunjas, të gjitha këto janë këto shkaqe dhe niyete që janë të prishura. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala, men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Do të thonë kush e ka synim jetën e dunjas, jetën e kësaj bote dhe të mirat e saj, atëherë u japim shpërblimin për veprat e tyre në këtë dunja. Dhe nuk u mbetet mangët asgjë. Wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Do të thonë ata janë njerëz të cilët në ahiret nuk kanë asgjë tjetër përveç se zjarrit të xhehenemit. Do të thonë gjitha veprat e tyre i kanë bërë për arritje të dunjas dhe për asgjë tjetër. Edhe u jepet kjo dunja, edhe u jepet nuk u mbetet mangët asgjë për veprave të tyre, mirë po për ahiret nuk kanë asgjë tjetër përveç se xhehenemit. Wa habita ma sana'u fiha, edhe asgjësohet çdo gjë që kanë vepruar në dunja, wa batilun ma kanu ya'malun, edhe e gjitha është e kotë prej asaj që kanë vepruar, do të thonë të gjitha janë të kota. Pra në këtë kuptim janë edhe këto hadithe që i tregojnë këto qëllimet e kërkimit diturisë për dunja. Pastaj në temën tjetër ka thënë autori rahimahullah, sifatul ulama il muttaqin.
domethënë vetit ose cilësitë e dietarëve të devotshëm. Dhe ka përmendur këtë fjalë të Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, i cili thot pra وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين. Domethënë është transmetuar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ka dëgjuar një grup të njerëzve duke polemizuar për fe, duke u kundërshtuar dhe duke u grindur për fe. I ka thënë: "Ama alimtum anna lillahi ibadan askatatuhum khashyatullahi min ghayri samamin wala bukm." Ka thënë: "A nuk e dini ju se ka disa robër të Allahut, të cilët i ka heshtur frika ndaj Allahut, i ka bërë të heshtur, edhe pse ata nuk janë memec ose që nuk din të flasin. Wa innahum lahumul ulama'ul fusaha'ut tulaqa'un wan nubala." Domethënë, por përkundrazi ata janë dietarë të vërtetë dhe oratorët ose elokuentët e vërtetë, dhe janë që din të flasin, domethënë mirë, dhe janë pra fisnikët e vërtetë, pra janë pozita të larta në realitet. Ata kanë dituri, kanë oratori, kanë elokuencë, kanë fisnikëri, mirë po kanë heshtin, nuk flasin për shkak se i friksohen Allahut subhanahu wa taala. El ulama'u bi ayyamillah. Domethënë janë ata që i njohin me të vërtetë, i njohin fenë e Allahut. Ghayra annahum idha tadhakkaru 'azamat Allah tashat 'uquluhum wa inkasarat qulubuhum. Por ata kur e kujtojnë madhrinë e Allahut, domethënë mendja ju fluturon dhe zemra u tronditet, dridhet. Pra kur e kujtojnë madhrinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, wa inqata'at alsinatuhum, edhe u ndërprit, domethënë u pritet gjuha. Pra kur mendojnë për madhrinë e Allahut, kur mendon, si kanë thënë disa prej selefit, kur do t'i japësh përgjigje për një çështje të fesë, mendoje vetveten para xhenetit dhe xhehenemit. Në atë moment, atëherë shihe kjo përgjigje atë çon në xhenet ose në xhehenem. Edhe për këtë shkak, domethënë dietarëve që e njohin Allahun subhanahu wa taala, u ndalet gjuha, nuk flasin në këto pozita, dhe zemra u dridhet, mendja u fluturon, domethënë nga kujtimi i madhrisë së Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot, kur e kuptojnë se duhet patjetër të flasin, domethënë duhet veprojnë, atëherë thonë tesara'u ila Allahi bil a'mali zakiya, edhe ata nxitojnë për tek Allahu me vepra të mira. Ya'udduna anfusahum ma'al mufarritin, edhe veten e numrojnë në grupin e të mangëtve, do të thonë që kanë mangësi në veprat e tyre ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thotë, pra ata që e njohin me të vërtetë Allahun, edhe e din se veprat e tyre, pa marrë parasysh sa janë vepra të mëdha, kur e din madhrinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, e kuptojnë se këto vepra nuk janë asgjë për në hakun e Allahut. Edhe përveç kësaj, edhe ato veprat e mira, domethënë te para hakut Allahut, nuk janë asgjë. Por gjithashtu njeriu që e njeh veten e di se edhe ka mangësi të shumta në atë që mund ta bëjë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe prandaj si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka lexuar ajetin walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Do thotë ata që i bëjnë veprat të cilat i bëjnë dhe janë shumë të trembur ose të friksuar, do të thonë zemrat i kanë të friksuara se do të kthehen te Zoti i tyre. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha, a janë këta njerëz të cilët bëjnë zina, vjedhin, do të thonë bëjnë mëkate të rënda? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është ashtu, o bija e Sidikut. Ata janë njerëzit të cilët falen, agjerojnë, japin sadaka dhe friksohen se nuk do të
pranohen te Allahu subhanahu wa ta'ala. Do thotë I bëjnë këto vepra dhe dinë se nuk janë në nivelin që e meriton haku I Allahut subhanahu wa ta'ala. Si ka thënë Allahu në librin e tij madhështor, "Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Do të thonë, thot Allahu sikur t'ua kishim bërë obligim, vriteni veten ose dilni prej vendeve tuaja, nuk do ta kishin bërë këtë shumica, do ta kishin bërë vetëm një numër shumë I vogël. "Walau annahum ma fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita." Sigur ta kishin bërë atë që me të cilën porositen dhe këshillohen, do të kishte qenë më mirë për ta, edhe do të kishte qenë më përforcuese. "Wa idhan la ataynahum min ladunna ajran 'azima." Dhe atëherë do të kishim dhënë shpërblime të shumta prej nesh. "Wala hadaynahum siratan mustaqima." Dhe do të kishim udhëzuar në rrugën e drejtë. Dhe thot Allahu, "Wa man yuti'i Allaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين." Dhe ai që I bindet Allahut dhe të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, këta njerëz do të thënë janë me ata të cilëve Allahu u ka dhënë begati të shumta, që janë pejgamberët, siddiqët, shahidat dhe njerëz të mirë. "Wa hasuna ulaika rafiqa." Edhe ata janë shoqëria më e mirë. "Dhalika al-fadlu min Allahi wa kafa billahi alima." Do të thënë kjo është dhunti nga Allahu, është dhuratë nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe mjafton Allahu si dëshmitar ose I gjithdijshëm, do të thënë për veprat e njerëzve. Do thotë se edhe këto vepra që I bëjnë njerëzit janë dhuratë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe prandaj nuk mund dale asnjëherë robi nga borxhi ndaj Allahut të lartësuar. Për këtë shkak këta dietar që I ka përmendur Abdullah ibn Abbas, do të thënë janë që çdo herë e llogaritin veten, e numërojnë veten te njerëz të mangët, që kanë mangësi të shumta. "Wa annahum la akyasun aqwiya'u ma'a ad-dallin wal khata'in." Mirë pa ata janë shumë të zgjuar, të mençur, dhe janë të fuqishëm kundër të devijuarve dhe gabimtarve. "Wa innahum la abrarun bura'a." Do të thënë janë bamirës dhe janë të pastër. "Ala innahum la yastakthiruna lahu al-kathir." Dhe asnjëherë pa marrë parasysh sa shumë vepra bëjnë, nuk u duket se është e shumtë për Allahun. "Wala yardawna lahu bil qalil." Dhe nuk janë të kënaqur që të bëjnë, do të thënë bëjnë shumë, mundohen shumë, por nuk u duket se është shumë. "Wala yudilluna alayhi bi a'malihim haythu ma laqitahum muhtamun mushfiqun." Do të thënë dhe nuk ju duket e përmendin atë të mirë, sigur I kanë bën mirë Allahu subhanahu wa ta'ala. Por çdo herë wajiluna khaifun, edhe janë, do të thënë, pra në frikë të përhershme, për sigur në ajet që u përmend, do të thënë "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila." Thotë pra paraprakisht thot Allahu subhanahu wa ta'ala, "Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun." Do të thënë ata të cilët friksohen nga madhrimi, do të thënë për Allahun subhanahu wa ta'ala, janë gjithmonë janë në frikë për shkak se e madhrojnë Allahun. "Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun." Dhe ata të cilët besojnë në argumentet e Zotit të tyre. "Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun." Dhe ata të cilët nuk I bëjnë shirk, nuk ja shoqërojnë në adhurim askënd Zotit të tyre. "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dhe ata të cilët I bëjnë veprat që I bëjnë dhe zemrat I kanë të rënditura, të tmeruara se do të kthehen te Zoti I tyre. "Ulaika yusari'una fil khairati hum laha sabiqun."
ata janë që nxitojnë në vepra të mira. Dhe ata janë pararendësit dhe parakaluesit e të gjithëve në vepra të mira, që kanë iman të pastër, tauhid të pastër dhe e njohin madhrinë e Allahut subhanahu wa taala, friksohen prej tij, bëjnë vepra dhe kanë frikë se nuk i pranon Allahu subhanahu wa taala. Domethënë ky është kuptimi i ajetit siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, pra këto janë cilësitë e dietarit vërtet. Këta dietar nuk merren me polemika, edhe me grindje. Ky ka fol, përgjigju atij. Domethënë nuk e harxhon kohën si na e përmend Sheikh Abdullah Buhari, hafidhahullah shumë herë. Domethënë ka njerëz të lloj-llojshëm që s'kan tjetër punë, nuk kanë tjetër angazhim. Kanë kohë të shumt vetëm për sulme të padrejta ndaj njerëzve të sunetit. Kurse dietarët angazhohen me atë që është me rëndësi për ta në për përmirësimin e vetvetes dhe për përhapjen e diturisë. Edhe pra si thot këtu Abdullah ibn Abbas në fillim, askatatuhum khashyatullah. Domethënë ata i ka bërë të heshtur frika ndaj Allahut. Nuk janë, domethënë me mec, se nuk din të flasin ose nuk din të përgjigjen, por i friksojnë Allahut subhanahu wa taala dhe heshtin kur duhet heshtet. Por janë të fuqishëm kundër të devijuarve kur duhet të flasin. Edhe e thonë atë që është hak dhe që është e rëndësishme dhe e dobishme. Pastaj në hadithin ose në transmetimin e radhës, thot autori rahimahullah, qala al-Hasan wa sami'a qauman yatajadalun. Domethënë Hasan al-Basri ka dëgjuar një grup njerëzve duke polemizuar dhe ka thënë haula'i qaumun mallu al-ibada. Domethënë këta janë njerëz që janë bezdis nga ibadeti. Domethënë ju vjen një rënd ibadeti, adhurimet, veprat e mira janë bezdisur, nuk mund ta durojnë adhurimin, wa khaffa alejhim al-qawl, edhe ju duken fjalë shumë të lehta, wa qalla wara'uhum, edhe nuk kanë kujdes ose takwa ndaj Allahut. Fatakallemu, prandaj flasin. Domethënë nuk e kanë angazhuar veten me adhurim, edhe janë bezdisen nga adhurimi. Nëse e fut, domethënë në namaz, nëse e zgjat imami pak namazin, me njëherë fillojnë lëvizje, kollitje, domethënë bezdisen nga ibadeti. Nëse i thuhet lexoj Kur'an, ulet, sa e fillon një faqe ose ndoshta nuk e mbaron një faqe, edhe nuk del në dytën, edhe e shes e mbyll. Domethënë nuk ka dëshirë për ibadet, bezdiset nga ibadeti. Wa khaffa alejhim al-qawl. Domethënë edhe ju duken fjalë të lehta, se fjala, nxjerrja e fjalës kërkon mund shumë të vogël, shumë pak. Mirë po, ajo peshon shumë. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se ndonjëherë njeriu flet një fjalë që është në kënaqësinë e Allahut dhe nuk e llogarit si shumë të madhe. Domethënë nuk i kushton shumë vëmendje, mirë po për shkak të saj ngrihet në xhenet 70 vite. Dhe ndoshta dikush flet një fjalë që nuk i kushton shumë rëndësi, por ajo është në zemrimin e Allahut dhe për shkak të saj thellohet në xhenem 70 vjet. Prandaj do thotë njeriu që ka dituri dhe që i friksohet Allahut, ai njeri, domethënë nuk e llogarit fjalën të lehtë, se ka thënë Allahu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Domethënë çdo fjalë që e nxjerr ka mbi të një mbikëqyrës dhe shkrues preciz. Nuk e le asnjë fjalë. Keni kujdes, domethënë kanë thënë dietarët edhe fjalët e rëndomta të përditshme. Edhe nëse thot njeriu më jep pak ujë ose edhe ato shkruhen. Domethënë nuk ka asnjë fjalë që e nxjerr njeriu që nuk shkruhet. Edhe prandaj fjala nuk është e lehtë. Mirë po, thot Hasan al-Basri, këta njerëz bezdisen nga adhurimi, ju duken fjalë të lehta, wa qalla wara'uhum, edhe nuk i friksojnë Allahut, nuk kujdesen, mos bien gabime dhe mëkate,
fatakallemu. Prandaj kanë folur. Prandaj flasin kështu. Domethënë kanë kohë për polemika dhe për grindje, për thënie të fjalëve të shumta. Këta kanë mundësi të thonë shumë fjalë. Prandaj se dietarët, domethënë se nuk nxjerrin shumë fjalë. Edhe të qëndrimi me to mëson prej heshtjes së tyre, mëson edhe më shumë. Pastaj në temën tjetër thot at-tajawuzu fil qawli wa tarku at-takalluf wa at-tanattu'. Do të thonë folja ose të folurit e shkurt me pak fjalë dhe largimi prej ngarkimit dhe thellimit. Do thotë që njeriu të flasë me fjalë sa më të pakta që e sjellin dobin e synuar, e sjellin atë dobi dhe jo të zgjerohet shumë dhe të thellohet shumë të nxjerr fjalë, sepse kur bëhen shumë fjalë patjetër se do të bëj gabim. Këtu ka përmendur këtë hadith nga Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu, thotë se do të thënë hadith marfu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë al-haya'u wal-'iyyu shu'batan min al-iman. Do të thënë turpi dhe do të thënë mos folurit janë deg të imanit. Wal-badha'u wal-bayanu shu'batan min an-nifaq. Kurse kjo paturpësia, do të thënë ja e fjalëve pa u turpru njeriu, dhe të folurit e shumt janë dy deg të nifakut. Pra kjo hadith në vetvete do të thënë ka dobësi, mirë po dihet se është në hadithin sahih ku i ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deg të imanit, ka thënë se ka përmi 70 deg dhe prej degëve të imanit është tauhidi, fjala la ilaha illallah, namazi, veprat e mira kështu me radhë, dhe ka thënë wal haya'u shu'batun min al iman. Edhe turpi është një degë e imanit. Çka është turpi? Turpi është një moral dhe një etik, do të thënë që e ka njeriu në shpirtin e tij, që e pengon nga fjalët dhe veprat e fllihta dhe të pahishme. Do të thënë ky është definicioni i turpit, pra një moral që e pengon njeriu nga thënia e fjalëve ose bërja e veprave të pahishme ose të fllihura. Kjo padyshim se është degë e imanit, pra si është në këtë hadithin ku tregohen degët e imanit, pashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u khairun kulluhu. Do të thënë turpi i gjithë është khair, i gjithë është mirësi. Edhe është përmendur se ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një njerëz që e ka këshillu vllajën e vet për turpin, edhe i ka thënë lere, sepse turpi sjell vetëm hajër. Do të thënë e ka këshillu me kuptimin se i ka thënë ti ke shumë turp, nuk duhet ashtu, duhet, do të thënë me këtë kuptim, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, pra mos i thuaj ashtu, por le të ketë turp, sepse turpi sjell vetëm mirësi. Edhe padyshim se është degë e imanit. Tjetra el-iju, që do të thotë sigur a ka një fjalë për qenët me mec lëku. Do të thënë mos me fol, me mbyll gojen, gjithashtu është prej degëve të imanit. Edhe kjo do të thotë që njeriu ta mbaje sa më shumë ta mbaje gjuhën, edhe sa më pak të flase, në bazë të argumenteve që i tham, se çdo fjalë shkruhet dhe për secilën fjalë ka përgjegjësi, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka këshillu Muadh ibn Jabelin, edhe ka thënë dhe më në fund i ka thënë a do një këshill që i përfshin gjitha këto të mira. Do të thënë gjitha të mirat, ka thënë po, i ka thënë mbaje gjuhën. Edhe ka thënë Muadh ibn Jabel, a merremi në përgjithësi edhe për atë që e flasim? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ka diçka që i hedh njerëzit me fytyrë në xhehenem ose me kokë në xhehenem?
më shumë se sa ajo që korrin me gjuhët e tyre. Më thënë, ajo është shkaku më i madh që njeriu të fitoj, më thënë, të këqija, me thënien e fjalëve. Prandaj, sa më pak që flet, padyshim kjo është shenjë e imanit dhe moralit të lartë. Dhe kurse e kundërta, do të thënë kjo, siç tham, kjo pjesë është e vërtetuar në hadithe të shumta, kurse kjo pjesa tjetër që përmendet këtu, me që është në këtë hadith që ka dobësi, është i dobët si hadith, mirë po tham kuptimi është i argumentum. Do të thënë se e kundërta e turpit, do të thënë është prej nifakut, el-bedha'u, që do të thënë do thot kur njeriu është gojflliqt ose veprime, do të thënë që të paturpshëm, do të thënë është i paturpshëm. Kjo është prej degëve të nifakut dhe el bejan, do të thënë folurit e shumt, është për qëllim. Sepse bejan, do të thënë sqarimi mund të jetë, do të thënë i duhur, atë që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Edhe do të përmendim më vonë, inshallah, të hadithi që thot inna min al-bayani la sihran, do të thënë ka një pjesë të fjalimit që është si magji, do ta sqarojmë atë. Por këtu është qëllimi se kjo thënia e fjalëve për të cilave njeriu, do të thënë, nuk e mban turpi. Nxjerrja e fjalëve të lloj-llojshme, të pahishme, edhe veprave të pahishme, kjo është prej degëve të nifakut, sidomos nëse këto fjalë janë që i shqetësojnë besimtarët, si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Domethënë ata që i shqetësojnë besimtarët dhe besimtarët me fjalë që ata për të cilat nuk kanë faj, ata e kanë ngarkuar veten me shpifje dhe me mëkate të rënda dhe me mëkate të qarta, do të thonë se janë mëkat. Prandaj këtu qëllimi është se njeriu duhet flasë sa më pak, ta sjellë atë që është e dobishme dhe e qartë me fjalë të shkurta. Kjo është ajo që është e dobishme. Prandaj prej cilësive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që ka pas gjawamiul kelim, që do të thonë ka fol me fjalë të shkurta me kuptime të gjera. Shikoni, kur e marrim hadithin, do të thonë kemi një fjali të shkurt me 2-3 fjalë, 4-5 fjalë, edhe në ato fjalë ka do të thonë jetë shumta, kuptime, përfitime, urtësi, norma të shariatit, do të thonë, pra kjo ka qenë cilësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka fol pak fjalë, ka dhënë kuptime të shumta të dobishme. Dhe ka njerëz që flasin shumë edhe fjalë të pahishme, fjalë të padobishme, edhe nuk sjellin ndonjë kuptim ose ndonjë dobi. Këtu është qëllimi që njeriu të përpiqet, të mundohet që ta mësoj diturinë për hir të Allahut, edhe të flas me dituri në mënyrë të shkurtë dhe të qartë, pa zgjerime dhe pa teprim të fjalëve, sepse gjitha ato fjalë i ngarkojnë regjistrat e veprave që do të dalin ditën e gjykimit, dhe për secilin që është shënuar njeriu duhet të ketë përgjigje, duhet të jetë i përgatitur që të përgjigjet në atë llogari. Ne lutim Allahun që na lehtësoj atë moment dhe të na ndihmoj për atë që do Allahu dhe që është i kënaqur me ta. Wallahu a'lam. O Allah na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetet tona asnjë çast. O Allah, na dhuro frikë ndaj Teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj Teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të faluhatshëm që na lehtëson provat e dunjas, na kënaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqinë tonë sa të jemi gjallë, dhe lëre ata në trashëgim pas nesh, hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na armiqson, mos na ços provën në fen ton, mos na ços
mos na e bëj dunjan brengën ton më të madhe dhe gjithë diturinë ton, dhe mos na çon mbi kokë dikë që nuk na mëshiron. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.